Çfarë ndodh? Se këtu këta nuk rrin gjatë, këta ikin dhe janë bathin. Se ky është problemi në këtë seancë, që t'i kthenim përgjigje zotërisë, i cili na akuzon ne për dështimet e veta, për dështimet e kësaj qeverie. Ati zotërisë atje, ne duhet t'i bëjmë disa pyetje. Këtë operacion, kush e ka drejtuar që çohen shqiponjat për raste kaq të rrezikshme? Këtë operacion atje, kush e ka urdhëruar kur për çështje kaq problematike çohen forcat speciale, ndërkohë ky çon shqiponjat, miqës ka çuar policinë rrugore? Për cilën arsye? Dhe këta që na e kanë merak efektivët e policisë, e kuptoni që efektivët e policisë po japin jetën për 600-700.000 lekë muj që ja u jepni ju? Pse nuk flisni për këto? Sa herë kemi gritur këtë seancë? E kuptoni se për çfarë po sakrifikojnë jetën njerëzit? E kuptoni me çfarë po përballen njerëzit? Dhe për çfarë po vdes sot policia e shtetit në për aksionet? Për çfarë? Sepse bëjnë pazare ministrat, qeveria me kartelet e drogës. Dhe ndërkohë që ju bëni pazare, efektiv ndershëm policisë po japin jetën përballje me drogën. Dhe vjen këtu dhe na bën dhe moral. Dhe nuk qëndron se duhet iki, se nuk përballet dot me të vërtetën. Se lexon atje çai shkruan ai, dhe kur nuk di ta lexoj i thot, dit për jashtë se as nuk di të lexosh. Atëherë, zoti Kliçi për replik dhe i fundit zoti Spahia për procedurë. Shiko, edhe njerë t'ju sqaroj, ju lutem, uluni, mirë, një minut, zoti Strazimiri. Jo, të sqaroj unë, vetëm uluni dhe të flasim normalisht me njëri tjetrin. Zoti Vëngu, zoti, ju lutem, doni të bëjmë një bilancë sa kanë folur këtej dhe sa kanë folur këtej. Atëre, zoti Strazimiri. Zoti Strazimiri, ka mundësi t'ju sqaroj për rastin e kolegut Vëngu? Ishte i regjistruar për të folur. Mori fjalën për procedurë. Ju lutem, zoti Strazimiri.